Jam e sigurt që kur ta provoni, ka për t'ju pëlqyer pafund edhe juve. Për përgatitjen e kësaj recete na duhet 1 kg patate, gjysmë kile karrota, na duhet 600 ml qumësht, piper i zi, 2 lugë gjelle me miell, krip, 40 gram gjalp edhe 250-300 gram gjoks pule. Gjë e parë që do bëjmë është do presim perimet, fillimisht karrotat, do t'i presim në këtë lloj mënyre. As shumë të vogla, as shumë të mëdha. Ndërkohë që pres perimet, kam vënë ujin që të valoj, sepse perimet do t'i ziejmë. Kurse patatet t'i presim në këtë lloj mënyre. Pasi kemi mbaruar edhe me prerjen e patateve, të gjitha perimet, patatet dhe karrotat, do t'i vendosim për të zier. Ndezim vatrën. Siç ju thash, ujin e perimeve kam vënë për të valuar, në mënyrë që të zihen më kollaj edhe mos të mbas shumë kohë. Dhe vetmja gjë që do bëjmë është do t'i hedhim pak krip që ta marrin perimet, i përziejmë, i vendosim kapakun edhe i lejmë derisa të ziejnë. Edhe gjoksin e pulës do ta presim në kubik të vegjël. Jo shumë të vegjël, pasi dihet që pula të kuret edhe kur skuqen ngelen edhe më të vogla. Ndërkohë që zihen perimet, unë në një tigan kam hedhur pak vaj ulliri edhe do vendos copat e filetës së pulës për të skuqur. Ndërkohë që janë duke u skuqur, do t'i kthejmë her pas here. Ajo. Nuk do t'i skuqim shumë fort që të thahen, pasi do futen edhe në furn. Ndërkohë do t'i hedh pak krip. Do t'i hedh edhe pak piper të zi. I kthejmë her pas here, derisa të marrin një faqe të lehtë. Pasi kemi skuqur filetën me pulës, do ta largojmë. Pa e fikur vatrën, do marrim një tjetër tigan dhe do merremi me përgatitjen e beshamelit. Do hedhim gjalpin e do hedhim lugët e miellit avash avash. Dhe përziejmë që të skuqet. Pasi është skuqur pak mielli, do t'i hedhim edhe qumshin. Qumshin e kam të ftohtë, siç e kisha në frigorifer, se tani në verë nuk e mbajmë dot jashtë. Duke hedhur qumësh, duke e përzier. E përziejmë që mos të na bëhet me kokërizë. E përziejmë her pas here, pasi nuk do shumë. E do presim derisa masa të na trashet. Ndërkohë po i hedh pak krip edhe pak piper të zi. Kjo lloj tave, siç e pat, do vetëm gjëra bazike, nuk do shumë erza, mjafton vetëm piperi i zi edhe kripa. Unë do t'i ul pak temperaturën, se edhe pak do. Madje do e fik fare, sepse mjafton temperatura që ka vatra, sepse nuk dua që të trashet shumë. Për këtë recetë është
mos e mjaftueshëm, siç mund ta shikoni është bërë një masë e trajtshme, edhe kjo është konsistenca që duhet për këtë lloj recete. E beshamelin e kemi gati dhe e largoj. Pasi i kemi lënë për rreth 20 minuta, kontrollojmë nëse kanë zier perimet. Perimet i kemi gati siç duhet. Fikim vatrën, i derdhim ujin edhe përfundojmë recetën. Te tava ku do pjekim perimet, kam hedhur pak vaj ulliri dhe kam përhapur mirë. Fillimisht do hedhim perimet. Do i përhapim mirë. Do t'i hedhim copat e filetës së pulës. Pashtu do hedhim edhe yndyrën që kishte pasi i jep shije. Do t'i hedhim edhe pak krip. Dhe gjë e fundit që do bëjmë është do t'i hedhim edhe beshamelin e përgatitur dhe e përhapim duke hedhur sipër perimeve, duke u munduar ta përhapim në të gjithë tavën. Dhe më besoni, është një tavë kaq e shpejtë sa çepat, po me një shije fantastike. Gjë e fundit që do bëj është do t'i hedh edhe pak fare piper të zi sipër. Edhe tavën e kemi gati. Do ta fusim në furrë të piqet për rreth çerek ore me temperaturë prej 200 gradë. Ja dhe tavën tonë e kemi gati, është pjekur ashtu siç duhet, ka një aromë të mrekullueshme. Unë mezi po pres të ftohet pak, ta servir edhe më pas ta shijoj. Na bëft mirë.